Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Në këto momente ju ftojmë që të lusim së bashku mbrëmsoren. Sot është e martë e madhe e kohës së kreshmeve, kurse psalmet i marrim nga java 2 e psalterit. O hy më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Himni. Po na prin flamujt e mbretit, shkëlqen misteri i kryqit, ku vetë krijuesi i trupit është varur me trup në atë kryq. Ku mbi të i plagosur me maj mizore të heshtës, për të na falur mëkatet tona, derdhi një renkë gjaku. Dru e hishme dhe shkëlqyer, me purpur mbreti stolisur, nga trung fisnik zgjedhur sa gjymtyr shenjtë e prekin. E lume, në krah të rivarur vlera e gjithë botës, që u bë balans e trupit e i hoqi plaçkën ferrit. Altar fli po ju falem, për lavdinë e mundimeve, se jeta mundi vdekjen e me vdekje ktheu prap jetën. Të falem kryq, shpresë e vetme, në këtë kohë të mundimeve, shtoju hirin e të drejtëve, pajtorve falu krimet. Ty gur shpëtimi, o Trini, çdo shpirt të lavdëroft, ata që me kryq shpëtove, ruaj për herë për vete. Amen. Antifona e parë. E kam duruar fyrjen dhe tmerin, por Zoti është me mua sikur një luftëtar i vyeshëm. Psalmi 49. Pasuria s'është asgjë. Dëgjoni këto o popull të gjithë. Dëgjoni të gjithë banorët e tokës. Veçli e bujar, të pasur e të vobekt së bashku. Goja ime do t'ju shpall dijen, zemra ime mendime urtësie. Fjalëve të urta do t'u vëveshin, më këngë do të zbuloj gjërat e fshehta. Përse të trembem në ditë të këqija, kur të më rrethoj pausia që më vëprit? Ata shpresojnë në pasuritë e veta, mburren me kamjen e madhe të vetën. E pra, njeriu s'është i Zotit ta shpërblej vetveten, askush s'mund ta paguaj hyjit shpërblimin. Çmimi i jetës është tepër i shtrenjtë dhe askur nuk mund të paguhet. Që njeriu të jetojë përgjithmonë e të mos e shoh gropën e varrit. Por do t'i shoh duke vdekur të dishmit, vdes i marri, vdes i patenzoni, të tjerëve u alën pasuritë e veta. Varret e tyre, shtëpia e tyre përhershme, banesë e tyre brezni pas breznie, megjithse tokat e veta i quajtën me emër të vet. Edhe njeriu në mirëqenie erret e nuk njeh, krahasohet me kafshët që cofin dhe është i ngjashëm me to. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. E kam duruar fyrjen dhe tmerin, por Zoti është me mua, sikur një luftëtar i vyeshëm. Antifona 2. Më liro Zot e më merr afër vetës, nuk do t'i friksohem atyre që luftojnë kundër meje. Pjesa 2 e psalmit. Pasuria njerëzore nuk shpëton. I tillë është fati atyre që shpresojnë në vetvete. Mbarimi i atyre që me gojë ja bëjnë shefin vetës, por si delet rresht zbresin në nën tokë. Por si delet rresht zbresin në nën tokë, vdekjen do ta kenë bari. Do të zbresin me rëmbim në varr, duka e tyre me shpejti do të mbaroj. Nën toka do të jetë vendbanim i tyre. Ndërsa hyi do ta shpëtoj shpirtin tim, nga kthetrat të nën tokës vërtet do të më marrë të vetja. Mos u tut kur ndokush pasurohet, kur i rritet gjëja e shtëpisë së tij. Kur të vdes, asgjë s'do të marrë me vete, më të s'do të zbres pasuria e tij. Sa që gjallë një mend thuajse që i lum, do të lavdërojnë se ja bëre shefin vetës. Por edhe ai do të shkojë të bashkohet me etër, të cilët kur më s'do ta shohin dritën e diellit. Njeriu që jeton marrësisht ndër kënaqje nuk kupton. Krahasohet me kafshët që therren dhe është i ngjashëm me to. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Më liro o Zot, e më merr afër vetes,
nuk do t'i friksohem atyre që luftojnë kundër meje. Antifona 3. Krishti Jezus, i flijuar për ne, me gjakun e tij na ka çliruar për hyjin ton. Kënga krahaso librin e zbulesës, kapitulli 4. Himni i të shëlbuarve. I denje o Zot hyji ynë, Të marrësh lavdin, nderin dhe pushtetin. sepse ti krijove gjithçka dhe me vullnetin tënd. Gjithçka u bë dhe u krijua, Ti je i denjë o Zot të marrësh librin, dhe t'ja zgjidhësh vulat. sepse që prerë dhe me gjakun tënd i shpërbleve për hyjin, Njerëzit e çdo fisi, gjuhe, populli dhe komsie. dhe i bëre për hyjin ton mbretëri dhe priftërinj. Dhe ata do të mbretërojnë për mbi tokë. I denjë është qengji i prerë të marrë pushtetin, pasurinë, dijen, Fuqin, nderin, lumturin dhe lavdin. lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashe përgjithmonë e jetës. Amen. Krishti Jezus, i flijuar për ne, me gjakun e tij na ka çliruar për hyjin ton. Leximi i shkurtër, letra e parë Korintasve, kapitulli i parë, rreshtat 27b deri 30. Hyji zgjodhi të dobtit në sy të botës për t'i turpëruar të fortët, dhe jo bujaret e botës e të përbuzurit. I zgjodhi hyji mu dhe ata që nuk janë, që ti asgjësoj ata që janë, në mënyrë që asnjë njeri të mos mburret para hyjit. Po, ai bëri që ju të jeni në Krishtin Jezus, i cili u bë për ne dije që vjen prej hyjit, drejtësi, shenjtrim dhe shpërblim. Përgjigje e shkurtër. Na shëlbove o Zot me gjakun tënd. Na shëlbove o Zot me gjakun tënd, Ti bëre prej nesh një popull mbretërish dhe mështar. me gjakun tënd. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Na shëlbove o Zot me gjakun tënd. Kënga ungjëllore Magnificat, antifona. Këtë pushtet më dha Ati, të jap jetën time dhe ta kthej prap atë. Kënga Vjegjës së Lume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me hare i brorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvuajt, që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyi gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij Mëshira ti brezni me brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, I rëzoj princat prej froneve të tyre, e i lartësoi të përvojturit, me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit, shërbëtorit të vet, duke e sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tashe përgjithmonë e jetës. Amen. Këtë pushtet më dha Ati, të jap jetën time dhe ta kthej prap atë. Lutjet e besimtarve. Ta vendosim shpresën tonë në kryq, të cilin Krishti e shndëroi prej drurit të poshtërsisë në drurin e lavdisë, dhe të lutemi: Të Ta adhurojmë e të bekojmë, o Krisht. O Zot, Ti që në rrugën e Kalvarit ishe i përcjell prej vajit e përshpirtshëm të grave, na bëj pjesëtar të vuajtjes sate, e cila vazhdon në të shtypur, në të mërguar dhe në të gjitha ata që vuajnë. Të adhurojmë e të bekojmë, o Krisht. Ti që ishe i braktisur prej miqve të tu, dhe prej smirës ishe i dorëzuar në duar të vrasësve, bëj që në kishë të gjithë të punojnë për ardhjen e mbretërisë sate në bashkëpunim të gëzueshëm dhe në dashuri për njëri tjetrin. Të adhurojmë e të bekojmë, o Krisht. Derisa ishën në kryq, kalimtarët të bërbusnin dhe të fyenin, duke mohuar se Ti vuaje dhe vdisje për shëlbimin e tyre. Tregoju ateistëve
pa besimtarve dhe blasfemuesve, dashurinë tënde të madhe që ke për ta. Të adhurojmë e të bekojmë, o Krisht. Gjatë vuajtjes sate të madhe, e dëgjoje sarkazmin fyes të atyre që të thoshin të zbresësh prej kryqit. Tregoju të gjithëve fuqinë çlirimtare të flijimit tënd. Të adhurojmë e të bekojmë, o Krisht. Në vdekjen tënde u hapen varresat. Hapu vëllezërve tanë të ndjerë derën e jetës së pasosur. Të adhurojmë e të bekojmë, o Krisht. Atyrin që je në qiell, u shenjtroft emri yt, ardë mbretëria jote u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy i gjithë pushtetshëm dhe mshuar, bëj që ashtu t'i kremtojmë misteret e mundimeve të Zotit, që të mund të fitojmë faljen e mëkateve, në për Krishtin, Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.